Ndërkohë në Hagë vazhdon gjykimi ndaj krerëve të UÇK-s për pengim të drejtësisë. Ekspertja ka kritikuar ashpër transkriptet e paraqitura nga prokuroria në këtë proces. Në procesin gjyqësor që po zhvillohet ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt dhe Fadil Fasliut, po kështu dhe Hajredin Kuçit, dëshminë të hënën e vazhdoi ekspertja e lingvistikës Helen Frazer, e thirrur nga mbrojtja. Të akuzuarit po përballen me pretendime për pengim të drejtësisë, përfshirë ndikim mbi dëshmitarët dhe parregullsi në procedura hetimore. Transkriptet e zyrës së prokurorit special janë të pasakta dhe me besueshmëri të ulët, tha gjatë dëshmisë së Frazer, e cila tha se transkriptet e përgatitura nga zyra e prokurorit të specializuara nga audio incizimet e vizitave në qendrën e paraburgimit kanë besueshmëri të ulët. Sipas saj mungojnë standarde të qarta metodologjike, ndërsa shpesh nuk është e mundur të verifikohen se cili version i transkripteve është përfundimtar. Ajo theksoi se në disa raste ekzistojnë disa versione të ndryshme të së njëjtës audio, gjë që e bën të pamundur përcaktimin e saktësisë. Kritika për procesin e përkthimit dhe përdorimin e inteligjencës artificiale pati ekspertja, e cila vlerësoi se në këtë rast ka probleme strukturore, përfshirë mungesën e përkthyesve që flasin shqip dhe mungesën e pavarësisë së plotë të transkriptuesve. Ajo deklaroi gjithashtu se në një rast ka përdorur dhe inteligjencë artificiale për të analizuar audio incizimet, por theksoi qartë se inteligjenca artificiale nuk mund të zëvendësoj transkriptuesin njerëzor, sidomos në materiale të paqarta apo forenzike. Rekomandimi është që 2 transkriptues të pavarur të merren me këtë çështje. Frazer rekomandoi që transkripti i materialeve duhet të ribëhet nga transkriptues të pavarur pa njohuri paraprake për rastin për të shmangur ndikimin në subjektiv dhe gabimet në interpretim. Sipas saj, mbështetja në transkripte ekzistuese gjatë rishikimit është praktik problematike pasi mund të deformojë kuptimin e materialit audio. Debati mbi besueshmërinë e provave vazhdon. Në dëshminë e saj, Frazer theksoi se përdorimi i shenjave të piksimit dhe interpretimet në transkripte shpesh e japin përshtypjen e një teksti të shkruar, ndërsa në realitet bëhet fjalë për audio të paqarta. Ajo shtoi se në shumë raste përmbajtja është e paqartë ose e padëshifrueshme dhe çdo përpjekje për ta saktësuar pa metodologji të rrept mund të çojë në gabime. Konteksti i rastit të gjithë procesit lidhet me akuzat se Hashim Thaçi dhe të tjerët kanë tentuar të ndikojnë dëshmitarët dhe të pengojnë hetimin gjatë vizitave në paraburgim në vitin 2023. Të gjitha akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm. Seanca e radhës për dëshminë e ekspertes Frazer pritet të vazhdojë ditën e sotme.